Në refugjat kemi ikun prej Serbie dijet, me gjithë se atje në kanë djegë, në kanë shkrumu, në kanë lënë sen gjallës në kanë lënë. Edhe në ka duhet që të vimi këneni. Na jemi këtu vetiteti me të ri ku marrë dhe i kumpru, kurse familjen i kemi në Glogovc, në dorët e kupatorit. Ai na i ka marrë, na i ka qenë tërtepse dhe na i kanë martretuar, na i kanë ngrahë si ata që shkanë dashtë. Edhe sot e kësaj dite, në nuk dim për ta ku janë edhe shka janë. Deri me tash. Për me shku mi vizituat familje, në nuk kemi mujt përveç një herët që një muj jemi këtu. Me gjithë se tash e kanë ba orën policore prej orës 7 deri në mëngjes, në 7 në mëramje, në mëngjes në 6. Do të thotë, nuk kemi kurvar kushtesh që të shkojmë të vizitojmë atë familje ku i kanë halët edhe se janë, apo janë gjallë, apo janë të vdekë. E dimi se na qysh po jeku këtu për buk, ashtu jënë të jekë edhe ta, se kur për ne. Nëse nuk na vinë ndihma ushqimore, ndihma mjekësore, ndihma shtroje mloj, ndishka në të ndihmojnë neve që të në melë, me të e vuj. Pa ushqim, pa ilaçe, pa veshëmbathje, pa mloj, në tokë këtu e fnejt, edhe do të në prishin edhe këta të rritë në atë gjithë. Mirë po, ymydi është që do të rregullohet kushti edhe do të bëhet puna. Kjo është vllau i im, zbashku jemi me ta, edhe 8-3 kemi marrit me i punë këtu. Urti po vujmë për punë të ushqimit. Ushqim nuk ka. Jo vetëm na që jemi, por të gjithë kjo popullat këtu, çka gjinet, këto gryka këtu, janë të e vujt. Nga uria, nga smuja, nga dathja, deshja, gjitha këtu i kemi në ka kaplu. Edhe mandeju në zdi qka do të thamë.